Partia Demokratike kërkon realizimin e zgjedhjeve të reja nga një qeveri teknike. Në një komunikim me gazetarët, kryetari i PD-s Sali Berisha deklaroi se opozita nuk e pranon rezultatin e 11 majit e do të bëjë çdo përpjekje për realizimin e zgjedhjeve pa Edi Ramën në postin e kryeministrit. Rruga e vetme është qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Ne qëndrojmë për krijimin e një qeverie teknike, sepse me Edi Ramën ka vetëm farz dhe nuk ka zgjedhje. Sipas Berishës, 4 prej deputetëve më të votuar të Partisë Socialiste janë mbështetur nga bandat kriminale, duke marrë 80.000 vota në të gjithë vendin. Kampion është natyrisht Sara Mile, kampion është Alken Balla, kampion është Ani Dyrmishi, kampion është Blendi Xhabafti. Ata 4 eksponent bëjnë rreth 80.000 vota. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se bandat kriminale kanë ndikuar edhe në rezultatin e qarkut të Fierit. Zeqineja, Maja Thans, Arbenqimia kishte detyrë të siguronte vota. Sali Berisha paralajmëroi se opozita do të vazhdojë betejën për zgjedhje të lira e të ndershme edhe të njëjtën e ardhshme në parlament. Qëndres ndaj shtetit elektoral kriminal, ndaj narkoshtetit shqiptar dhe përpjekje për të realizuar votën e lirë të shqiptarëve. Ndërsa qëndrimi i opozitës në raport me parlamentin e ri që do të mblihet në shtator pritet përcaktohet më vonë nga forumet e Partisë Demokratike.